Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa i vizitoi urgjencën mjekësore në Shëngjin, të hapur vetëm për sezonin turistik për t'u ardhur në ndihmë pushuesve. Sipas ministrit, urgjenca e hapur për disa javësh ka patur 957 vizita, ndërsa numri i tyre pritet të rritet, duke patur parasysh edhe fluksin e madh të turistëve gjatë muajit gusht. Në këto 6 javë kemi patur 975 vizita, ndërsa sigurisht javën e fundit ka patur një fluks më të rritur, sepse kështu vjen dhe kurba e rritjes numrit të mysafirëve, të pushuesve, të vizitorëve. Besoj edhe këtë javë dhe javën e ardhshme deri në mes gushtit do të kemi prapë numër të madh. Javën e kaluar kemi patur 240 raste. Shëngjini është një destinacion me një numër shumë të madh pushuesish. DSHP-ja e Lezhës ka marrë masa duke shtuar prezencën me shërbim mjekësor edhe për mbuluar pjesën e plazhit të Talës, sidomos gjatë fundjavës. Beqa i theksoi se Shëngjini do të ketë shërbim mjekësor për gjatë 24 orëve dhe se kjo pikë urgjence do t'u vihet në ndihmë edhe operatorëve turistik, pasi në këtë mënyrë paketat e tyre turistike do t'jenë më të sigurta. Urgjenca e plazhit të Shëngjinit është vënë në funksion që prej datës 15 qershor deri më datë 1 shtator.